Në Vlorë ka nisur përgjatë kësaj të martë aksioni për përmirësimin e sinjalistikës rrugore, pas shumë ankesave, shqetësimeve, por edhe kërkesave të qytetarëve të Vlorës sa i përket mungesës së sinjalistikës. Ndërmarrjet në Varësi të Bashkisë Vlorë ka nisur aksionin për rifreskimin e sinjalistikës. Aksion ky i nisur nga segmenti që lidh rrugën transballkanike me autostradën Vlorë-Fier. Ka nisur vizimi i rrugës që lidh transballkaniken me autostradën e qytetit të Vlorës, duke u përshtatur kështu dhe me stacionin e ri të autobusëve të qytetit. Përgjatë këtij segmenti, vizimet e rrugës janë rifreskuar duke u lyer me bojë të bardhë. Në një pjesë të tyre janë vendosur dhe vijat e verdha, të cilat vijnë pas tabelës që sinjalizon se kemi të bëjmë me një stacion autobusi. Këto vizime bëhen për të përshtatur me krijimin e vendqëndrimit të ri të autobusëve interurban të Vlorës. Për disa orë, përgjatë këtij procesi pune, qarkullimi rrugor përgjatë aksit në fjalë është bllokuar. Në hyrjet e tij kanë qenë efektiv të policisë bashkiake, të cilët kanë orientuar trafikun. Siç mësohet, aksioni i përmirësimit të sinjalistikës rrugore do të vijojë duke përfshirë të gjitha akset kryesore të qytetit.